Shqipëria po zgjeron modelin publik të menaxhimit të shërbimeve mbështetëse në sistemin shëndetësor. Pas administrimit të shërbimit të sterilizimit, operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit do të marrë në administrim edhe programin kombëtar të kontrollit mjekësor bazë check-up, si dhe shërbimin e dializës. Zhvillimi u prezantua gjatë inspektimit të ambienteve logjistike nga Ministria e Shëndetësisë Visala, e cila theksoi se zgjerimi i rolit të operatorit do të sjellë më shumë standardizim, kontroll mbi cilësinë dhe efikasitet në ofrimin e shërbimeve. Kemi filluar udhëtimin tonë në datën 9 mars, ku kemi marrë dhe në dorëzim të gjithë procedurën dhe të gjithë objektivat që i takojnë statutit tonë në këtë vend. Filloi me qendrën e magazinimit, të logjistikës dhe të administrimit. Të gjithë janë të magazinuar këtu dhe nga këtu pastaj fillon shpërndarja me anë të një logjistike të mirë organizuar, e cila bën shpërndarje në 29 spitalet publik në të gjithë rajonin. Këtu gjithashtu kemi dhe dhomën e instrumentave ose dhomën teknike të menaxhimit të instrumentave, që është në pjesën tjetër. Gjithashtu vlen të përmendim që gjithë stafi operacional, të cilët janë diku te 280 teknikë sterilizimi, të cilët vazhdojnë operimin nëpër spitalet publik në të gjithë rajonin. Sepse rëndësishme është ofrimi i shërbimeve me cilësi të lartë dhe siguria e pacientëve. Cilësinë dhe sterilitet në standarde ndërkombëtare. Objektivi jonë është që ne t'i ofrojmë spitaleve sete të personalizuar për çdo lloj kirurgjie, që ndahen me kompleksitetet i ulët, i mesëm dhe i lartë. Këtu bëhet zvendësimi nëse një instrument nuk ka funksionalitetin e tij normal, ne bëjmë riparimin e tij ose zvendësimin me një instrument të ri. Të gjithë këto instrumenta janë të reja. 2 vendime të miratuara të shërbimi që ofroni juve të sterilizimit, i shtohen dhe 2 shërbime të tjera, i check-upit dhe i dializës. Të rëndësishme këto si për shëndetin parsorë, check-upi, po dializa që është pjesë e shërbimit spitalor dhe sigurisht sterilizimi spitalor. Dhe kritik. Ministra u ndal edhe tek shërbimi i sterilizimit, duke cilësuar atë një nga hallkat më të rëndësishme për sigurinë e pacientit, duke vlerësuar investimet në teknologji moderne. Ajo tha se këto të fundit garantojnë procese të standardizuara, kontroll të cilësisë dhe gjurmëshmërisë së plotë të instrumenteve kirurgjikale. Tu në qendër është siguria e pacientit, cilësia e punës, por edhe siguria e personelit mjekësor që punon në këto ambiente. Në qendrat e sterilizimit. Ne kemi dhe zonën e pjesë e digitalizimit ku bëni tracking të procesit. Ne jemi duke standardizuar të gjithë proceset dhe gjithashtu dhe kemi gjurmëshmërinë, kemi një sistem të mirë menduar për gjurmëshmërinë. Ky model i ri synon të sigurojë vazhdimsinë e pandërprerë të sterilizimit në gjitha spitalet publike, të rrisë kapacitetet përballë numrit në rritje të ndërhyrjeve kirurgjikale, si dhe të përmirësojë monitorimin dhe efikasitetin në administrimin e shërbimeve shëndetësore. Ky zgjerim i kompetencave është pjesë e reformës për forcimin e sistemit publik shëndetësor, me objektiv rritjen e sigurisë së pacientëve, uljen e infeksioneve spitalore dhe ofrimin e shërbimeve sipas standardeve më të mira europiane.